Kam parë, Zoti ka qenë shumë gjeneroz me mua. Një benesëre që... Po të ka dhënë dhe shumë gjëra tjera që ti nuk i ke parë. 1% e popullsisë provon. Unë e kam pasur gjithë. Kam qenë lucky. Po nuk më... Kam parë kaj shumë prandaj, po them, eksperienca të... Dhe rri vetëm me tuta kështu. Vetëm vishem për prime. I don't care, nuk me kap më. Nuk kam më absolutisht asnjë lloj dëshire të tërheq vëmendje më. Edhe pse jam si jam, po ai është pjesë e karakterit, I can't. Nëse diçka mua më luan trurin, nuk riheshtur, s'është karakteri im ashtu. Po mbulon gjithë atë shpirtin e bukur që ti po na tregon sot. Se mos të njohin gjithë njerëzit për atë që po më njohin njerëzit, më njohin. Pastaj, dëgjoj, unë nuk e kët jam duke thënë që nuk jetoj më për njerëz. Dikur më vriste shumë gjykimi i njerëzve. Now I don't care. I moved on. 25 vjeç mua Shqipëria më gjykovi. I don't care anymore. Do thoshe një gjë të bukur për Ermionën. Është një film që i thot ajo gruaja. Unë nuk dashuroj më dhe nuk e jetoj jetën më, se jam lënduar një herë. Jo, po unë s'jam lënduar nga dashurit. Dashurit mua nuk më kanë lënduar. No, I made choices. We make choices. Not everyone needs to be... Jo çdo njeri duhet jetë double. Unë nuk e shikoj më veten time me një mashkull. Në qoftë se do jetë një mashkull në jetën time, duhet kem space, dhoma ime të jetë atje, e ai, dhe të shikojmë në momente të caktuara, të bëjmë dashurinë në momente të caktuara kur të na doj shefi, dhe pastaj gjithë secili spacin e vet. Nuk mundem më të kem, se s'kam bërë. Po kështu me laps me letër dhe me laps, të gjithë mund të krijojmë të... Jo, unë e kam bërë. Shiko, unë do them... E kam bërë këtë gjë. Do them një gjë. Akoma jam duke e bërë. Dashuri pastaj. Marrëdhënie, relacione. Ormai tikin dhe ndjenjat pak nga pak. Shiko, mos kam as ndjenja. në qoftë se do tipizonim dramën e jetës sonë, ta tipizojmë. Siç bën ti, e tipizon dhe e mban. Asnjë përparim nuk do kishim në aspektin sentimental. I don't want any... Unë di my goals. I di perspectives, se ku duat shkoj. Njeriu është një escape, si thonë, shmangje, hikje, dalje, rrugdalje nga ajo çka ka ndodhur dhe nga qoftë edhe nga momenti tani. Kështu që ti pa pushim duhet vetëm të shmangesh, jo ta tipizosh ato që ka ndodhur. Se po ta kishim bërë gjithë të, unë me siguri do isha në një manastir. Okej, hajde Lirë. Unë kuptoj që pak më nga dalë, ju lutem, pak më nga dalë volumin. Kam një pyetje shumë të thjeshtë. Dëgjova me shumë interes kurreshtje atë që ti tregove. Edhe vlerësoj shumë që e ndave me ne, sepse unë jam kurreshtar, isha kurreshtar të të njëjja, dhe në një farë mënyre më kompletove atë përshtypje që kisha për ty. Sigurisht për mirë, dhe pyetja ime është kjo, në qoftë se kuptoj dhe atë që thua për mashkullin. Pyetja ime është kjo, shumë e thjeshtë. Në qoftë se ti në jetën tënde do kishe fatin e madh, ndoshta të pamundur, të takoje dhe të njihje një person me karakteristikat e babës tënd. Mendon se do vlen të akoma kjo dhoma jota dhe dhoma ime, takohemi kur në çaste të caktuara e tjerë, apo do i jepje atij njeriu gjitha dashuri si fole për babën tënde? Unë e them gjithmonë, jam gafore, ascendente gafore. është një kurreshtja ime. Po. Unë jap vetëm dashuri. Baba jot, një person perfekt, ashtu si e përshkrove, është sublim, babi. Unik i gjenerës vetë. Kitar, mandolin, Unik. atë gotë në Rakis ditë për ditë se ishte kolonjar. Pra pyetja është shumë e qartë. Ponç. Pyetja ime ishte shumë e qartë. Po, dëgjoj, unë nuk lodhe më, se dikur kur isha mbas se doja shumë fëmijë, doja atë që t'isha vetmin. Se kisha jetuar, unë kam një vlla 20 vjetë më të madh, motrën 10 vjetë, prindri shumë të vjetër, babim ka bërë 53, mami 40, 21. Edhe u rrita shumë vetëm, prandaj e fillova me lisën shumë herët. Edhe
edhe escape gjithë mentalitetit shqiptar që ishte në atë kohë, se femrat atëherë u martoshin 17 vjeç, 18 vjeç. U martu komshia pare e dyta, ti je vjetër, 18 vjeçe, e kupton, ishte llatar në 95, 96, 97 mentaliteti. Megjithëse mamaja ime me babain tim ishin shumë intelektual, prap nuk ma mbushën mendjen mos ta bëja atë hap. Dhe e di çfarë kam arritur në konkluzion që dashuria është lumturia. Dhe kam arritur në një konkluzion tjetër që it's okay how it is. I don't, se më vinë këto gjëra anglisht, nuk mundohem më Ta kërkosh. ta kërkoj. Por, po e erdhi, në qoftë se e vjen. Jam gafore ascendente gafore. Vetëm dashuri kam. Por kjo jetë të ndryshon, jo karakterin, se asnjëherë s'kam vjedhur, asnjëherë si kam bërë keq njeriut, kam morale, principe, janë ngulitur nga familja ime ato. Po nuk di më të jap atë që babi im, do me thonë, edhe të gjeja një person, mbase me 2 gota verë dhe shishen nga mrapa, do e ftilloja një qik situatën, por nuk mundem do të më këshu natyrë të angazhoj veten time edhe të filloj të njoft Të njerëz. pëlqen thjesht kjo mbyllje dhe kaq. Ja, Shumë qartë. Faleminderit. ju welcome, darling. Unë, Eci. vazhdoj unë. Unë mendoj që Se kisha në plan këtë emocione, kështu? Shumë faleminderit që ndavë. Unë se dhja këtë punë në babit të të mamë. Qëra që ndodhen, unë jam nana tjetër e lumet. Po kjo fakti vetëmis është diçka që mua më ka... Po atë kemi, në atë jetoj unë. Se do njerë vlerësohet si pikën time më të fortë, sepse largoj njerëzit dhe më duket sikur shmang faktin e dëntimit e lëndimit. Por kështu është një lloj autosabotimi dhe lëndimin ja sjell vetes. Por është një lloj gracke, një lloj lumi, pellgu, që ti e kërkon me padurim, sepse atë lloj dhimbje është vetëm ajo që të bën të ndjesh e gjallë sërish. Më kupton? Të kuptoj shumë mirë. Kështu që po është e gabuar. Është e gabuar, se kur shef vërdall dhe shef vetëm lumturi. Oh, baby. Është... But strong people choose to live alone. Very strong people. Se gjithë dim të rëmdysha. Më të fortët